Ungjilli sipas Lukës, shkojmë me Bibla tona, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 12, vargjet 8 dhe 12 do shohim sot. Le ta lexojmë sot bashkë pasazhin. Kam dëshirë ta lexojmë nga 12:1 ashtu siç filluam dhe herën tjetër, pastaj do të ndalim më shumë në vargjet 8 dhe 12, por ka qenë një pjesë që shkon bashkë, ndërka shumë lollën mira njerëz, sa që shkelin njëri tjetrin, Jezusi filloi të thotë dishepujve vet para së gjithash: ruhuni nga tharmi apo majaja farisejve, që është hipokrizia apo shtirja, sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehtë që nuk do të njihet. Prandaj sa keni thënë në terr, do të dëgjohet në dritë, dhe ato që përshpëriten në vesh në dhomat e brendshme do të shpallen nga çatit e shtëpive. Po ju them juve, o miqtë e mi, të mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pas kësaj nuk mund bëjnë asgjë tjetër. Por unë po ju them, prej kujt duhet keni frikë, druani nga ai që pasi ka vrarë ka pushtet ta hellë në ferr. Po ju them, nga ai të keni frikë. A nuk shitën vallë 5 harabela për 2 pare, megjithatë asnjë prej tyre nuk është i harruar përpara Perëndis, por dhe fijet e flokëve të kokës sua janë gjitha të numëruara, prandaj mos keni frikë, ju vleni më tepër se shumë harabela. Por po ju them, kushdo që më rrëfen mua përpara njerëzve, dhe Biri i Njeriu do ta rrëfej atë përpara angjëjve të Perëndis. Por ai që mohon përpara njerëzve do të mohohet përpara angjëjve të Perëndis. Dhe kushdo që do thotë fjalë kundër Birit të Njeriu do t'i falen atij, por atij që blasfemon kundër frymës së shenjtë nuk do t'i falet. Dhe kur do t'ju çojnë përpara sinagogave, parizë dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do thoni për të mbrojtur, ose për çfarë do t'ju duhet thoni, sepse fryma e shenjtë në atë orë do t'ju mësoj se ç'duhet të thoni. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Le ta mirëpresim atë si tillë në zemrat tona. Tema për sot është rrëfimi i Birit të Njeriu, rrëfimi i Jezusit apo rrëfimi i Birit të Njeriu. Do flasim pak, pasazhi është i vështirë, do flasim pak edhe atje për mëkatin e pafalshëm, që është çështje kontroverse shumë, abuzojnë me këtë, por thelbi është ajo që do flasim sot është çështja e dëshmisë. Konteksti i vargjeve që do shohim sot është i njëjtë me ata të herës së kaluar për vargjet që lexuam dhe që kemi pa më lart. Jezusi u ftua për një drek në shtëpinë e një fariseu. Në incidentin e pastrimit durve, mani mend, Jezusi nuk i lau duart përpara se të hante, dhe ata e pan me çudi. Edhe Jezusi ju flet rand, në atë drek ju flet rand farisejve dhe skribeve, duke ju thënë hipokrit shtirur, sepse pastroni të jashtmen e pijatës, duke lënë zbrendshmi, duke ju folur atyre pra për zemrat, duke lënë zbrendshmi apo zemrat tuaj apo zbrendshmi pijata apo ena, është plot me ligësi dhe me mashtrim. Ajo drek nuk shkoi mirë. Ai ofendoi rand fetarët më radikal të kohës dhe mësuesit e ligjit, doktorët e ligjit, skribët. Ata jo që nuk u penduan, mirë do ishin pendoheshin, por e kundërta ndodhi, ata kishin qenë dhe ngritën kurth, pani men aty të vargjet që kemi fol 53-54, fjalët atje është ngritën prita për ta zënë Jezusin si kafshët egra, pra siç ngrihet një prit për të zënë një ari apo një kafshë egër, ngritën kurth për ta kapur, për ta akuzuar Jezusin. E kur doli nga ajo drek, në të njëjtën kohë vini vargun 1 atje, në të njëjtën kohë që dreka po ndolte, turma me 10 mira, mani më shpjeguam herën tjetër, ajo fjala e mira është paktën 10.000, mund të jenë deri në 50.000, por minimumi është 10.000 njerëz, mund të ishin 20 apo 30.000 njerëz. Ishin mbledhur sa po shkelin njëri tjetrin atje tek dera apo tek lagja kur Jezusi doli. Turma apo dishepujt e Jezusin ishin pak trembur. Ata ishin vetëm një grup i vogël i dishepujve. Vinere turma është mira, minimumi 10.000 si thash. Krerët fetar janë të fuqishëm, kanë autoritet, manë ata kanë fuqi për ndikuar, dhe Pilati dhe e kryqëzojnë më vonë Jezusin. Dhe natyrshëm dishepujt e tij, nëse krerët do t'i akuzonin, do thënë, ju jeni ndjekës të Jezusit. Kur ata ngritën kurth për të kapur Jezusin, për të akuzuar Jezusin dhe për ta kapur, njëjtën gjë do të bënin edhe me dishepujt e tij që po ndjeknin atë. Nëse do t'i nxirrnin përpara autoriteteve, para sinagogave, siç lexojmë në fund të vargut 11 dhe 12 atje.
Si do të reagonin dishepujt e tij? Ishin plotmuar me frikë. Pra, ata do të përballeshin me gjykimin, me gjykatat njerëzore, siç thot Jezusi. Frika mbetet dhe është reale për dishepujt e Jezusit. Frika mbetet dhe është reale. Ndaj Jezusi u drejtohet dishepujve, vinëreja e tij u drejtohet dishepujve së pari, por për dëgjuar dhe tjerët që janë turmat aty, por për dëgjuar dhe ne sot. Për dëgjuar dhe ne sot. Ai thot para zgjithash ruhuni nga tharmi i farisejve që është shtirja. Shtirja apo frika, nga vjen shtirja, tham herën tjetër. Shtirja vjen nga frika, nga dukja, se si duken nga frika ndaj njerëzve. Nga frika e njeriu, ne shtiremi për të dukur ndryshe, mund të besoj, por mund ta mohoj, mund të duk na ndryshe, mund ta marrim për veten, mund mos ta rrëfejmë, mund mos ta deklarojmë çfarë besojmë nga frika e njerëzve. Ndaj për të nxjerrë këtë frikë njerëzore nga dishepujt e tij, po edhe nga ata që do të bëhen më mbrapa dishepujt e tij që po e dëgjojnë, po edhe për ne sot, ai u thotë ju drejtohet dishepujve e tij në vargun 3, thotë miqtë e mi, mos keni frikë nga ata që janë të mbushur plot me frikë nga njerëzit. E për të nxjerrë frikën njerëzore, Jezusi thotë mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, që janë njerëzit, por që nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë mas kësaj, masi të vrasin trupin, asgjë me shpirtin s'kan të bëjnë, nuk e kanë ata në dorë. Dhe ka qëllim që ta zëvendësoj këtë frikë të keqe njerëzore me frikën e dur, me frikën e mirë. Por keni frikë nga kush? Nga Perëndia, nga ai që para ti, që mani mend që folim herën tjetër, para ti, pra në gjyqin e fundit ne do japim llogari për gjithçka kemi thënë, kemi bë, për atë që do dalin jo për gjykatat njerëzore. Jezusi është duke bërë këtu një krahasim të gjyqit njerëzor, të kur dalin përpara njerëzve, me gjykatën apo kur dalin përpara Perëndisë. Mos keni frikë nga njerëzit kur ata do të gjykojnë, por çfarë ju besoni, por keni frikë Perëndin. Keni frikë Perëndin që ai masi t'ju ketë marrë jetën ka dhe fuqi mbi shpirtin për ta dërguar shpirtin tuaj në ferr, shpjeguam herën tjetër. Pra keni frikë në gjykimin dhe në gjykatësin përfundimtar, dhe kjo frikë nderuese, pra na thret kemi frikë Perëndin atë. Me një frikë nderuese, me një frikë të vërtetë, sepse ai është Zoti i fundor që ai din dhe njeh dhe kujdeset për gjithçka. Edhe thot varg atje ai din edhe sa fije floku kemi në kokë dhe na ngushëllon. Ai kujdeset për ne. E kjo frikë e duhur dhe kjo frikë nderuese e heq apo e largon çdo frikë tjetër jo duhur dhe të vogël apo çnderuese. Pra frika ndaj frika e njeriu apo frika ndaj njerëzve është një frikë, ndaj njerëzve është një frikë çnderuese për Perëndin. Kur ne kemi frikë Perëndin, atëherë është një frikë nderuese për Perëndin, pra nuk kemi nevojë të kemi këtë frikë të vogël çnderuese, por frikën e duhur dhe të nderuese ndaj Atit tonë, Perëndis tonë në qiell. E pasi ka dhënë frikën e duhur dhe parësore, që është ajo ndaj Atit, Jezusi u thot, mos keni frikë, sepse ai i njeh pra çdo fije të flokut, ai kujdeset për harabelat, që janë shumë më të pavlefshëm se sa ne. Dhe zë motra e përmenda herën tjetër, do duhet ta përmend dhe sot se në këtë pasazh nga 1 deri tek 12 shohim të 3 personat e trinisë shenjtë. Jezusi thot, le të kemi frikë, vjen çfarë bën thirrje. Të frigohemi Atit, Perëndis Atë. Të rrëfejmë Perëndin bir. Dhe të dëshmojmë apo të japim dëshminë në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Të kemi frikë Atin tonë që është në qiell, të rrëfejmë Krishtin birin e Perëndis, edhe kur të dëshmojmë, kur të na thirret, na detyrohet, na duhet dëshmojmë për të. Mos kemi frikë sepse Shpirti i Shenjtë do të jetë me ne. Vini re? Ndaj në pjesën e parë të shohim rrëfimi i birit apo rrëfimi i dyfisht, mund ta themi kështu. Rrëfimi i dyfisht. Të dashur, qëndrimi ynë ndaj Jezusit ka rëndësi. Jo vetëm besimin të si shpëtimtar, por rrëfimi i tij si Zoti ynë ka rëndësi. Si Zoti ynë ka rëndësi. Në vazhdim të asaj që po thot ai më lart, por po ju them, vini ai ka shpjeguar këtë frikë ndaj Atit dhe vini çfarë thot tani, po ju them, po ka vazhdon mohabeti, jam duke ju thënë, keni frikë Atin jo dikën tjetër. Edhe po ju them tash më shumë se kaq.
duke I dhënë rëndësi asaj që vjen në vargje që po lexojmë, kushdo që më rrëfen mua përpara njerëzve, edhe biri I njeriu do ta rrëfej përpara engjëjve të Perëndisë. Jezusi pra, siç e thash më lart, na sjell në mendje të kemi ose na bën të na imagjinojmë, tani përpjekuni të imagjinoni edhe ju bashkë me mua, që jemi në dy gjykata të ndryshme, njëra është toksore dhe tjetra është qiellore. Në gjykatën e parë, në atë toksore, gjykatësit janë kush? Krerët fetar, ata pra që po përndjekin dishepujt, që kanë qëllim për të përndjekur Jezusin dhe dishepujt. Krerët fetar, farisejt, skribët, në radhë. Krerët e sinagogës. Ata po pyesin, a është Jezusi? Pra ata janë duke gjykuar si gjykuan Jezusin dhe po të pyesin ty, po pyesin dishepujt e Jezusit. A është Jezusi Zoti yt? A është Jezusi Zoti yt? A rrëfën si Zot Jezusin apo e mohon? Ndërkohë që njerëzit turmat po shikojnë, ata janë audiencët që janë në gjykatë, pra ky është je akuzuri, gjykatësi dhe audienca që mbush vendin e gjykatës. Njerëzit po shohin. Çfarë do të thuash? Mund të thuash, jo ta mohosh Jezusin, nuk është Zoti im, nuk e njoh atë. Mund të thuash po dhe do marrësh përndjekin dhe pasojën toksore të gjykatës toksore, apo mund të bësh kështu që është as po as jo, që është jo, që është mohim. Apo tjetra skenë mund ta imagjinoni tani për pak, është ai gjyqit qiellor, ku ati është gjykatësi suprem. Dhe angjëjt e Perëndisë janë turmat që janë ulur. Njerëzit janë angjëjt e Perëndisë. Dhe Jezusi thirrët tani si dëshmitar. Pra në gjykatën toksore një thirrën si dëshmitar, Jezusi është Zoti ynë. Tani thirrët Jezusi dhe pyetet, a na njeh ne si tijet? A na njeh ne si tijet? Në bazë të atij rrëfimit që ne kemi bërë në gjykatën toksore. Dhe Jezusi mund të thotë, po, ky është imi. Ose mund të thotë ashtu siç thotë dhe këtu fjala rrëfej do ta shpjegoj mbrapa, nuk është fjala vetëm për thënë, po e njoh, pa kam fjalën a është Zoti yt, a është mjeshtri yt, a je dishepull I tij, a shkon mas tij, vetëm për ta rrëfyer thjesht me gojë. Sepse ne e dim tek Mateu kapitulli 7, atje në vargjet 23-24 thotë, shumë do thojnë atë ditë, Zota nuk bëra këtë, Zota nuk bëra, po unë do të them, do të rrëfej që nuk ju kam njohur kurrë. Do të rrëfej, është fjalë, do të rrëfej, do të tregoj, do të them që unë s'ju kam njohur kurrë. Apo Jezusi mund bante që sigurisht ishte atje thonte jo, si kam njohur kurrë, ose po këta më përkasin mua, I kam blerë me gjakun tim, apo si bote ç'a të them për këtë. Vlezër motra, frika njerëzore është një frikë reale. Është një frikë reale. Kjo fjala rrëfej përdoret në një rast, në disa raste, por në një rast edhe tek Ungjilli I Gjonit në vargun 42. Thotë megjithse edhe midis krerëve, vinëre kishte njerëz edhe midis krerëve që besuan Jezusin. Thotë megjithse edhe midis krerëve shumë besuan të, por për shkak farisejve, vinë për shkak njerëzve, për shkak krerëve, për shkak farisejve, këto frikës njerëzore që sapo thash, nuk e rrëfenin. Është një fjalë, nuk e rrëfenin, është një fjalë. Nuk e rrëfenin që të mos përjashtoshin nga sinagoga, që mos kishin pasoja toksore. Sinagoga në atë kohë ishte qendra komunitare, ishte si bashkia. Kryetari I sinagogës ishte kryetari I bashkisë. Mund përjashtoi nga sinagoga, s'mund shumë marrë certifikatën e lindjes fëmisë. Apo certifikatën e martesës, se gjitha bëheshin në sinagogë, si më thënë, në kish. Dhe përjashtoheshin për sinagoga, për frika njerëzve, nga frika farisejve, edhe pse besuan disa krerë të kishin frikë ta rrëfenin Jezu Krishtin. E çdo thotë ta rrëfesh Jezu Krishtin. Çdo thotë ta rrëfesh Jezu Krishtin. Letra e parë e Gjonit 2:23, nuk keni nevojë të shkoni atje por ta lexoj për ju. Thotë kushdo që mohon birin, s'ka as atin. E kushdo që rrëfen birin ka dhe atin. Kushdo që rrëfen birin ka dhe atin. Ne kena qef në thënë disa kanë që ne kena qef Perëndin, ne besojmë Perëndin, edhe jashtënesh apo fe tjera, ne besojmë te Perëndia. Por ne nuk e rrëfojmë Jezu Krishtin si Zot. Të thotë kushdo që mohon birin s'ka as atin, kushdo që rrëfen birin, në njëjtë fjalë, që rrëfen në njëjtë fjalë, që rrëfen birin e ka edhe atin.
Vargu i parë ishte negativ, ata nuk e rrëfenin nga frika. Tani thot kush e rrëfen e ka dha aty vire, në një rast negativ dhe në një rast pozitiv. Por çfarë do thotë rrëfesh apo dëshmosh apo deklarosh për Jezusin? Kam dëshirë që nëse mund të shkoni bashkë me mua tek Romakët kapitulli 10. Vetëm aty dhe pastaj ktheheni te Luka, nuk do t'ju shëtis shumë. Vetëm për një moment tek Romakët, në faqe 171 e Bibla tona, në fund Biblës, Romakët 10. Vargjet 9 dhe 10. Thot, pra tema është këtu kur është ideja për të thirrur njerëzit për të drejtësuar, për të besuar në Krishtin. Thot sepse po të rrëfesh, vinjera është e njëjta fjalë, po të rrëfesh me gojen tënde Zotin Jezus, apo Jezusi që është Zot, Zotin Jezus. Dhe po të besosh me zemrën tënde, vinjera pra e besojmë zemrën tënde që është Zot dhe shpëtimtari jon, dhe e rrëfejmë atë. Ka një lidhje të qartë, të dukshme që e besojmë s'parin zemrën, ta shpjegoj, e besojmë zemrën dhe e rrëfejmë me gojë. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ringjallë prej vdekurit, do të shpëtohesh. Kjo është mënyra për të shpëtuar, për të besuar në Krishtin që vdiq, u varrosur, u ringjallë për ty dhe për ta rrëfyer, për ta treguar këtë që ai është Zoti, për të deklaruar, për ta shpallur që ky është Zoti im që më ka shpëtuar. Sepse me zemër vjen në zemër, sepse me zemër njeriu beson, zemra është besimi, por me gojën e tij bëhet rrëfimi për shpëtim, por me gojën e tij deklaron çfarë ka në zemër, se çfarë ka zemra nxjerr goja. Me zemër njeriu beson që Jezusi është Zot dhe pastaj e rrëfen. Fjala këtu e rrëfen është fjala homologes në greqisht. Logios është kjo folja për të thuash çfarë, të rrëfesh, pa të thuash, të deklarosh. Është një folje të thuash çfarë. Homo është fjala, po nga fjala homo sapiens, homogen, është e një gjatë, të thuash të njëjtën gjatë, të thuash të vërtetën, të thuash të njëjtën gjatë për Jezusin siç është e vërteta, të thuash një gjë që thot Jezusi. Unë jam Zoti yt, edhe ti duhet të më thosh po je Zoti im. Ti e rrëfen atë si Zotin tënd, ai të rrëfen ty si të tijin. Të thuash, homologes të thuash të njëjtën gjatë, të vërtetën, homo, e ndryshme nga hetero është e ndryshme. Mos thuash dy gjëra të ndryshme. Të thuash të njëjtën gjatë, të deklarosh, të shpallesh, të rrëfesh të njëjtën gjatë. Dhe ta besosh dhe ta jetosh dhe të jetë Jezusi Zoti yt. Tani ne, vëllezër mota, ju e dini këtë, ne keni folur shpesh në kishën tonë për konceptin e zotërimit të Jezusit të jetës tonë. Ne themi duhet ta besosh Jezusin si shpëtimtar, si Zot dhe shpëtimtar. Ne themi Zot përpara. Shpesh shumë edhe në kisha tona, ungjillor kanë qef Jezusin shumë si shpëtimtar. Shpëtimi dhe drejtësimi shpëtimi është në kuptimin negativ. Jezusi na shpëton nga dënimi. Kjo është kuptimi nga negativi, nga mëkati, nga dënimi i mëkatit. Dhe pastaj na drejtëson dhe na posedon dhe na shenjtron që është pozitive. Kemi folur shpesh këtë dhe na pëlqen ta rrëfejmë Zotin Jezusin si shpëtimtar. Ai është shpëtimtari im. Ai më ka marrë dënimin tim. Ai më ka falur. Ai ka vdekur në vendin tim vetëm në këtë pjesë. Por nuk kemi qejf të flasim për Jezusin që na drejtëson, që na shenjtron, që na posedon, që është Zoti ynë. Por gjoni këtë, t'ju tregoj një gjë të vërtetë. Që thot është në Bibël, se sa kam shpikun. A dini se Bibla në veprat e apostujve, në predikimet e apostujve, në fillimin e kishës, në predikimin e tyre, kur ata flasin për Jezu Krishtin, gjithmonë janë duke predikuar për Jezu Krishtin. Në veprat e apostujve, në gjithë librin e veprat e apostujve, që ne kemi studiuar vetëm 2 herë Jezusi quhet shpëtimtar. Dhe thuhet 92 herë Zot, që është Zoti jon. Vetëm 2 herë shpëtimtar dhe 92 herë është Zoti jon. Në dhjatën e re, në gjithë dhjatën e re, quhet shpëtimtar me pak se 10 herë. Me pak se 10 herë. Dhe më shumë se 700 herë Zot, zotrimi i tij përmendet. Zotrimi i tij përmendet. Ne duhet, Romakët thot, ne duhet të rrëfejmë, ne besojmë zemër dhe e rrëfejmë atë, jo si shpëtimtar, nuk thot Romakët të rrëfejmë si shpëtimtarin tonë. Çfarë thot? Në zemrën tonë besojmë dhe rrëfejmë që Jezusi është Zoti jon, na zotron, na posedon.
Ne, jo na ka shpëtuar dhe pastaj ne na Zoti jetës tonë, ne bëjmë çfarë të duam vetë. Duke komentuar mbi këtë varg, R.C. Sproul thotë 2 gjëra na janë kërkuar ne si besimtar në drejtën e Romakëve 10:19. Të kenë besim të vërtet, pra, njerëzit, ne, besimtarët, kenë besim të vërtet me zemrat e tyre në Krishtin për shpëtim. Për shpëtim. Dhe ky besim nga zemra të mos jeti fshehur, por të shfaqet rrëfehet gojarisht në gojë që bota që na shef ta kuptojnë që kush është Zoti ynë. Morman, një komentues thotë, na kujton, por ne sot, që ka më shumë se një mënyrë për ta mohuar Jezusin. Ne tash kur themi për ta mohuar Jezusin, por mos ta themi, na kujtohet kush, na kujtohet Pietri, që tha unë nuk e njeh atë. Pra na kujtohet ai shembull i madh i Pietrit që tha, a je ti dish, ja, unë nuk e njeh dhe madhkoj. Pastaj, jo patjetër. Ky autor thotë, jo patjetër, ne mohojmë, pra në kohën tonë mund ta mohojmë në shumë mënyra. Jo patjetër, ne mohojmë, jo patjetër si Pietri direkt duke thënë ne nuk e njohim atë, por ne mohojmë atë duke mohuar, ngjoni këtë. Duke mohuar autoritetin unik të mësimeve të tij. Duke mohuar autoritetin unik të mësimeve të tij. Duke supozuar, ngjoni se për e thot Morman, jo, ngjoni se është e rëndësishme. Duke supozuar se për ndonjë pikë të mësimit të tij apo të fjalës të tij ne e dimë më mirë se sa ai. Kur ne mendojmë që për një pikë apo një mësim, për një gjë që ai ka folur, ka thënë dhe është fjalën e tij, ne mendojmë më mirë se ai, ne po e mohojmë atë. Po them unë jam i mençëm, ti duhet të më shërby mua jo unë ty. Apo më shumë sa ai kur ka thënë, kur ne mundon ta shpjegojmë më mirë ose për atë që ka thënë, pra jo vetëm të di më mirë, po edhe për atë që e ka thënë, mundon ta shpjegojmë, ta ndryshojmë, ta shpjegojmë, thonë që nuk është ky kuptimi, është kështu si mendojon. Pra ta më shpjegoj, ai nuk kupton as mirë, s'ka ka kuptuar as mirë. Ka nevojë ti ta shpjegojon, ta ndryshojon, ta artikulojon. Ne mohojmë zotrimin e tij kur diçka, jo nga Morman tani. Ne mohojmë zotrimin e tij kur diçka bëhet më e rëndësishme se ai. Apo një mësim tjetër, apo një mendim i joni bëhet më i rëndësishëm se sa mësimi i tij dhe mendimi i tij. Ne mohojmë atë. E jeni me mua? Në vazhdim të këtij paralajmërimi të rrëfimit, pra, edhe të stynë pas 2 pikturave të gjykatave, vjen pastaj një gjë shumë tjetër e rëndësishme në vargun 10, që është një varg i ndërmjetëm. Atje flitet për Jezusin dhe për Shpirtin e Shenjtë. Pra, këto 2 vargje të para për Jezusin, 2 të fundit janë për Shpirtin e Shenjtë. Është një varg i ndërmjetëm aty. Është një paralajmërim i dytë. Paralajmërimi i parë është kush më rrëfen mua, do të rrëfej, kush më mohon mua, do ta mohoj. Kjo është paralajmërimi i parë. Paralajmërimi i dytë, kushdo që blasfemon Shpirtin e Shenjtë nuk do të falet. Ky varg i keq kuptuar shpesh ka rëndësi për t'u shpjeguar pse Jezusi thot kushdo që më thot një fjalë apo një blasfemi kundër meje, pra blasfemia është kur me fjalë ti thua një gjë jo të duhur, pra jo adekuate, jo të vërtetë, jo homologes. Por Jezusin, ai do ta fal, por kur e thu këtë ndaj Shpirtit të Shenjtë, ai nuk do të falet. E para gjithë në lidhje me Zotin, e para për shpjeguar, në gjithë në lidhje me Zotin edhe me Jezusin, ne kemi qenë shkelës ligjit të tij dhe blasfemues. Gjithë që ishim një besimtar. Gjithë kur kemi thënë, beson Jezusin, jo se besoj, është një profet, është një njeri, është një mësues. Kur kemi thënë një gjë që nuk është në kategorinë e tij, si Zot dhe shpëtimtar, si hyjni, kemi blasfemuar. Por gjithë pastaj e kemi kuptuar dhe jemi penduar dhe e kemi besuar Krishtin dhe na ka falur. Gjithë kemi qenë në këtë kategori. Por duhet kuptojnë kontekstin e thanë këtu. Edhe gjithashtu pastaj pas kontekstit do shpjegoj pak rolin, atributet dhe rolin e Shpirtit të Shenjtë. Konteksti këtu është çfarë? Shërbesa e Jezusit, në lidhje me Jezusin. Është lidhje me Jezusit, Shpirti i Shenjtë nuk flet për vetë apo diçka është duke folur për Jezusin. Konteksti imediat që na tregon Marku, Mateu, por edhe Luka, vetëm thjesht e ka pak më lart më përpara, ku fillon historia, kemi shpjeguar, është kjo blasfemi që ka filluar kur Jezusi çfarë po bënte? Jezusi shëroi një Mehmet. Pra mund ta shikojmë aty në vargun 14. Ai është konteksti imediat. Marku dhe Mateu e kanë ngjitur këtë. Ai shëroi një Mehmet duke dëbuar një demon.
Shpirti i Shenjtë përmes Jezu Krishtit shëron një Mehmet dhe dëmon demonin. Dhe krejt fetar ja atribojnë, ja tregojnë, thonë, kjo nuk është fuqia e Shpirtit Perëndis, Shpirti i Shenjtë. Por është ja atribojnë kuj? Djalli demon është i Belzebubit, kreut të demonëve apo djallit vet. Kjo është shumë e rëndë. Gjithë kemi bërë të themi Jezusin, as e besoj se kuptoj kështu, po ti thuash Shpirtit Shenjtë, djall. Kupton? Ti thuash të mirës të keqe dhe të keqes mirë. Ti thuash Shpirtit Shenjtë është djallëzore. Dhe Jezusi po e bën nga djallëzia, jo nga dashuria dhe nga mëshira, por nga djallëzia dhe nga poshtërsia. Shpirti i Shenjtë është i ligë, i poshtë dhe mashtrues. Pra nuk ishin vetëm sa fjalë të këqija, ndaj birit, pra ne themi, "O Jezusin se besoj", ai është pra është një fjalë që del ka duke mos e menduar. Ne kemi shpesh flasim pa menduar mirë dhe flasim edhe kundër Jezusit, apo përdorin emrin e Zotit kot. Por Zotin kështu dhe Zoti ashtu kështu. Pra edhe është keq, është gabim. Por është në padijen tonë në një formë. Edhe Jezusi është i mirë, është i mëshirshëm, është. Por kjo nuk përfshin vetëm gojën, vetëm fjalët e disa fjalë të thana pa menduar mirë. Po është duke e bërë Shpirtin e Shenjtë të ligë, të keq. Që nuk e kupton, pra këta njerëz kanë shku në ligësi, këta farisenë dhe këta farisetarë kanë shku thellë në ligësinë e tyre, gjithë qenies tyre, gjithë pjesës shpirtit tyre. Sa në vend që ti ta pranojnë, që ti besojnë që Krishti është Zot, që ka autoritet përmes Shpirtit të Shenjtë mbi të ligën e të keqen, e quajnë atë të ligë të keqe. Shpirti i Shenjtë, cili është roli? Çfarë po përpiqet Shpirti i Shenjtë bëjnë këtu në këtë mrekulli? Shpirti i Shenjtë, duke bërë Jezusi këtë mrekulli, po mundohet t'i ndriçojë ata, t'ju hap sytë atyre, që ky personi që po bën mrekulli është Zoti i jetës. Është Zoti i gjithëpushtetshëm. Ai po mundohet t'i ndriçojë, këta e rrësojnë e bajnë terr. Ky Shpirti i Shenjtë po ndriçon për Jezusin, këta po e rrësojnë Shpirtin e Shenjtë, po bajnë terrezi e djallë e keq. Ky është dritë, këta janë errësirë totale. Ne e dimë që shpëtohemi nga Krishti, vetëm nga Krishti. Dhe Shpirti i Shenjtë ka qëllim që na tregojë të vërtetën në lidhje me Krishtin. Dhe kur ti e ke përpara Krishtin, birin e Perëndis, Zotin e jetës, duke të buar demonin, duke krijuar jetë, duke shëruar, dhe i thua Shpirti i Shenjtë këtij sa i fuqiet që po vepron në Jezu Krishtin, është djallëzore. S'ka ma djallëzore, s'ka ma kes, s'ka ma larg. Shpirti i Shenjtë po i tregon të atyre kujt duhet i besonin. Kush është i vërteti? Kush është e dura, kush është e drejta? Ky qëndrim për të refuzuar Shpirtin e Shenjtë që tregon, që po tregonte pra, po ndriçonte që kush është ai që fal, Krishti. Atëherë Krishti thot me që Shpirti i Shenjtë duke ndriçuar nga unë që mund t'ju fali. Edhe ai që po ju ndriçon mua që mund t'ju fali, ju e blasfemonin, unë nuk ju fali. Nuk do të fali, nuk fal, është i pafalshme kjo. Kuptoni? Krishti na fal. Por Shpirti i Shenjtë po na ndriçon për shkurt e Krishtit për të na falur. Ne e refuzojmë duke shar Shpirtin e Shenjtë që po na ndriçon. Kjo është e pafalshme, kjo ka shkuar shumë larg. Kjo është refuzim total i ndriçimit të Shpirtit të Shenjtë në një zemër njerëzore. Vëllezër motra, ju kujtojmë se kur hyri Jezus Krishti në botën tonë, e eci tokës si njeri i mishëruar, ajo nënshtrua totalisht fuqisë të Shpirtit të Shenjtë si njeri. Si hyjni në natyrën e tij hyjnore është i barabartë me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë, por në natyrën e tij njerëzore si njeri nënshtrua fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Mbani mend, ajo ngjis nga Shpirti i Shenjtë në barkun e nanës, u ngjis nga Shpirti i Shenjtë. Në pagëzimin e tij para fillimit të shërbesës tij publike, Shpirti i Shenjtë zbriti në trajm plumbi mbi të. Kur u dërgua nga djalli për të tunduar shkretir, thot, ishte plot me Shpirtin e Shenjtë. Mrekullitë që i bëri në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. E nga ana tjetër, kjo është fuqia, edhe nga ana tjetër, Shpirti i Shenjtë, çfarë është qëllimi i Shpirtit të Shenjtë? Që është roli i tij, që është shërbesa e tij. Na ndriçoj, na tregoj që të shpall Krishtin. Shpirti i Shenjtë është projektori, është drita, del kur del kush në skenë, është skena është errësirë.
del aktori kryesor është në errësirë, është drita fikun, dhe nezën një projektor. Edhe i bjen drita aktorit kryesor, Jezu Krishtit. Shpirti i Shenjtë është Perëndia, si më thënë, në prapasken. Dhe ai ndriçon Krishtin. Lexojmë, po nuk kam kohë tani të marrim gjithë vargjet, por mund të shikojmë nga tek Gjoni 14 dhe 16, te kapitujt 14 dhe 16. Çfarë është roli i Shpirtit të Shenjtë? Për dëshmuar për Krishtin, 15:26, thot pra për të dëshmuar për Krishtin. Ai përlëvdon Krishtin, ka për të më përlëvduar mua, ai do të më përlëvdoj mua, thot Jezusi, kur vjen Shpirti do të më përlëvdoj, do të dëshmoj për mua. Ai do të dëshmoj, do ta bind botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim, për ta bindur njerëz që kanë nevojë për Krishtin. Gjithë shërbesa, ai do të kujtoj, thot tek 14:26, ai do t'ju kujtoj ju fjalët e mia. Qëllimi i Shpirtit të Shenjtë është dëshmoj për Krishtin, të përlëvdoj Krishtin, ndërgjegjësoj për Krishtin, t'ju kujtoj fjalët e Krishtit. Gjithçka për Krishtin, për Krishtin, për Krishtin. Dhe ata hellin poshtë Shpirtin e Shenjtë që po i ndriçon dhe duhet i çojë te Krishti, i cili fal. Ai po hell poshtë Shpirtin e Shenjtë që ndriçon Krishtin, shpëtimin e tij. Zoti ju thot me që po hellni poshtë këtë, kjo nuk do të falet. Dhe e dyta është për Shpirtin e Shenjtë si ndihmuesi ynë që do të jetë me ne. Që shtanë në fillim, Jezusi thotë duhet kemi frikë Atin, të rrëfejmë birin. Mos a blasfemojmë Shpirtin e Shenjtë, por të kujtojmë, shvini herë tash si flet Jezusi. Në të njëjtën kohë është paralemër në rand që të mos blasfemojmë Shpirtin e Shenjtë. Dhe pastaj kthehet dhe tregon sa i butë, sa i dashur, sa i mirë, sa i zgjendshëm me ne është Shpirti i Shenjtë. Si avokati ynë, që kujdestari ynë, si mbrojtësi ynë, që ai që na mëson, që flet, që dëshmon për ne, që kujdeset për ne kur të na duhet, kur të jetë nevoja. Ndihmësi ynë, parakletësi ynë. Ai që qëndron afër nesh, e me ne, e brenda nesh gjithmonë. Te 14, 16, 17 thot, ai që qëndron, Jezusi thot, ai do të qëndroj me ju gjithmonë dhe brenda jush, në ju, me ju dhe në ju. Ata kanë merak. Normal që kanë merak. Është merak i mirë edhe njerëzor. E thamë, frika është e kryer nga Perëndia. Mos e pas frikë, njerëzit bëjnë çuditëra. Por është rëndësishme ke frikë. Deri tani kanë frikë njerëzit, do t'i nxjerrin në gjykata. Jezusi po thotë keni frikë Atin. Më rrëfeni mua. E nëse ju duhet të delni përpara gjykatave apo autoriteteve, e nuk dini çfarë thoni, as të flisni apo të vetë mbroheni. Shpirti i Shenjtë, Perëndia, Shpirti i Shenjtë, ai që ishte me Jezu Krishtin. Në çdo kohë të shërbesës së tij, ai që ishte me Jezu Krishtin do të jetë me të shpëtuarit e Krishtit, do të jetë me ne. Ja thot Jezusi, mos u shqetësoni çfarë do të thoni, e si do të thoni. Ai do të jetë me ju, dhe ai do t'ju mësoj ç'duhet thoni. Ç'duhet thoni. Në kapitullin 21 të Lukës, vetëm një varg atje, 12, por para gjitha këtyre thot do të vënë dorë mbi ju, duke thënë për Jezusi, për dishej për çfarë do të ndodhë. Do t'ju përndjekin, do t'ju dorëzojnë sinagoga në burgje, vini re. Do t'u nxjerrin përpara mbretërve, qeveritarëve, përpara mbretërve, qeveritarëve, për shkak të emrit tim, për shkak se më keni rrëfyer mua, këtë që po flasim. Por kjo do t'ju ndodhë për dëshmi, kjo është mundësi dëshmirë, kjo është sa mirë. Kjo do jetë dëshmi, do jetë mundësi me dëshmu. Dhe pastaj vini re 14. Të vini pra në zemrat tuaja që të mos shqetësoni. Që më parë, se si do të përgjigjem, mos u shqetësoni, pra din çfarë ne shqetësona kur kena më shku, kena më bëj udhtim. Ne kemi si do të shkoj udhtim, shqetësoj përpara se të ndodhë, që thotë mos u shqetësoni përpara se të ndodhë. Që ka më ndodhë. Sa mirë do jetë mundësi, po s'keni nevojë më mendu shumë. Kur të vim, Shpirti i Shenjtë është në ju do të thonë. Tani, ky vargu, këto vargje nxjerret jashtë kontekstit, sidomos në qarqet karizmatike. E thonë, është e përdorin pastorët, krejt pa lidhje, thotë, nuk kam nevojë të përgatitem unë, sepse Perëndia më drejton mua çfarë të flas, dhe ha Biblinë rrop këtu, edhe Perëndia, Shpirti i Shenjtë më drejton se çfarë duhet të predikoj.
John Stott, autor tjerë thotë që këto vargje nuk janë për predikues në foltore, janë për dishepujt në burg, që s'kan as Bibël, as komentar, as ko mu lut, as ko mu lexu, s'kan materiale, nuk është për pastorën foltore, është për besimtarën në burg. Okay? Ai është me bijtë e Perëndis gjithmonë Shpirti i Shenjtë. Po në veçantë gjë këtë. Ai është me të gjithë ne bijtë e Perëndis, gjithmonë me ne në ne Shpirti i Shenjtë. Por në veçantë është me bijtë e Perëndis që përndiqen për hir të rrëfimit e për shkak të dëshmisë për Krishtin. Ky mësim, ky ngushëllim do të na sigurohet, thot Jezusi, prej Shpirtit të Shenjtë në atë moment kur na duhet dëshmojmë në atë gjykatë njerëzore për Krishtin që do të na dëshmojnë ne në qiell, që i përkasim atij. A nuk ndodhi kjo me apostujt? A nuk ndodhi kjo me apostujt e Jezusit tek veprat? E vash ne kemi studiuar veprat. Te veprat 4, kur ata folën, dishepujt folën, Pjetri dhe Gjoni përpara sinetit, i nxorën përpara sinetit për mrekullinë që kishin bën në tempull. Ai thot, ky është guri, thot Pjetri, duke folur, ky është guri i hellur poshtë nga ju ndërtuesit, që u bë guri i qoshës, dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve, me anë të cilit që mund shpëtohen, thot Pjetri. Në burg, para se ka ai Biblën e kombëtar në burg. Vini e çfarë thonë ata? Ata kur e pan çiltërsinë e Pjetrit, çujo, është pa përgatitur Pjetri, është i çiltur, si ka mësues, s'ka kanë kohë pas ku mu përgatit. Kur e pan çiltërsinë e Pjetrit dhe Gjonit, duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar, pa arsim, jo të pa përgatitur për këtë fjali që thanë më sipër, për këtë predikim më sipër. Thjesht janë në burg, i kanë rreth, çka keni më thënë? Atë që ju e hodhët poshtë prendi i e bari gurit themelit, të shkrimin e Shenjtë ja kujtoi Shpirti i Shenjtë fjalët edhe premtimet nga dhjata vjetër. Kur e panë që ishin pamësuar, u mrekulluan dhe i njihnin se kishin qenë me Jezusin prej fjalëve që folën, prej rrëfimit që banë prej Krishtit, për Krishtin. Por shkak dëshmisë së Shpirtit të Shenjtë thotë, ishin çiltur e pamësuar, i njohën që kishin qenë me Jezu Krishtin. I njohën. O sa bukur kjo me të njohur për mënyrën se si flet për Krishtin, si rrëfen Krishtin. Njërë se si ti dëshmon për të me njohë, thonë, çfarë çiltërsie, çfarë thjeshtësie, çfarë dashurie. Me shumë zgjas, ky ka qenë me Krishtin. Është i Krishtit i përket atij. A nuk ndodhi ky me apostullin Paul, që kemi studiuar në fund veprave, ku ishte para Feliksit, para Festit, para Agripës, në burg, se si folje, se si predikoi, sa ai tha gati mu mushmendja që të bëjmë krishterë për mënyrën se si predikoi në burg. O dashur, Shpirti i Shenjtë nuk na lën kurrë. Shpirti i Shenjtë nuk e la kurrë Jezusin balt. Edhe kur kryqëzua, e dha veten e tij, jetën e tij, por Shpirti i Shenjtë Perëndia e ringjalli atë prej vdekjes të veprave, sepse vdekja nuk mund ta mbante atë, sepse nuk gjeti asnjë mëkat në të. Shpirti i Shenjtë nuk e la asnjëherë në balt Jezu Krishtin, nuk do ta lanë kurrë në balt ne. Ne për cilët je Krishti vdiq, ne për cilët Krishti jetoi, ne për cilët Krishti bleu, e fitoi, na fitoi me gjakun e tij, nuk do të na lajë ne kurrë në balt. Në kohën e reformacionit, për ta mbyllur me këtë histori, e thash për në rastin e Pjetrit apostujve, po të tregojmë një histori pak më të vonë. Në kohën e reformacionit, në Lyon të Francës, 5 burra, marrën në Francë në kohën e reformacionit, u bë një baterdi, një kasaphane me krishterë të reformuar. Po s'kemi kohë të flasim kështu. Calvini merrte nga Franca, i trajnonte në shkollën e tij, ishte vetë francez, i trajnonte në seminarin e tij dhe i dërgonte në Francë dhe i thonte kur dërgonin në Francë për të kthente, thotë, kjo është një dërgim pa kthim, është një vajtje. Vetëm avion kur e merr avion vetëm vajtje, pa kthim. Këta 5 burra, ishin 5 burra që do bëheshin martir pastaj, ishin në burg. Nga kisha katolike e kohës në lidhjen për shkak të lidhjes tyre me John Calvinin. Pra ata ishin diplomuar në seminarin e tyre dhe donin të avanconin në Francë, në zgjidhjen e mbretërinë e Perëndisë dhe reformimin. Dhe në burg, duke pritur giotinën për t'u prerë koka. Ata i shkruan Calvinit dhe i thonë: Zotëri, na tregot lutem, pra janë dishepujt e tij, janë zonë se i ka trajnuar ku i ka mësuar ky. Thonë të lutem na trego çfarë duhet të themi kur të vi koha të përballemi me giotinën. Me na prej koka, ke vetëm
5 fjalë, ku janë 2 fjalë fili dhe krup kërcet ajo dhe bën ajo kështu si bastoni. Na tregoj çfarë themi. Na tregoj çfarë themi. Kalvini ju përgjigjet kështu. Nuk kam nevojë t'ju them çfarë do thoni. Shpirti i Shenjtë do t'ju tregojë çfarë do thoni. Nuk keni pse nuk keni frikë. Se do ta braktisni besimin tuaj. Mos keni frikë se as do ta braktisni. Thonë po ndoshta më hoj ndoshta se ja, mos keni frikë se as do ta braktisni besimin tuaj. Nuk keni pse të keni frikë. Se nuk do t'jeni, sepse do t'jeni se në atë kohë do t'jeni zgjuar për atë orë, se thotë pra se thotë Jezusi do t'jeni zgjuar për atë orë, ju do t'jeni zgjuar. Nuk keni pse të keni frikë se do ta mohoni Krishtin. Nuk keni pse të keni frikë nga kjo, sepse mësuesi i vërtetës, Shpirti i Shenjtë, mësuesi i vërtetës, do t'ju tregoj pikërisht në atë orë e në atë çast çfarë duhet të thoni. Në atë moment do të shpërtheni, vini çfarë thotë Kalvini këtë. Në atë moment kur vjen kur thonë, në atë moment do të shpërtheni në pohim e në rrëfim për Jezusin si Zotin përballë giotinës. Me përkushtim. Përballë përsekutimit dhe ekzekutimit tuaj do të bërhorisni, pra do të shpërtheni, thot ai, në pohim dhe në rrëfim të Krishtit. Dhe kjo ishte e vërtetë. Dhe kjo ishte e vërtetë për ata, kjo ishte e vërtetë për ata vëllezër motra dhe kjo është e vërtetë për ne. Ishte e vërtetë për Pjetrin, ishte e vërtetë për Paulin, ishte e vërtetë për reformatorët, që për shkak të rrëfimit të Krishtit dhe të emrit të Tij u dogjën turrën e druve, ju prej koka, u kryqëzuan me kokë poshtë. Për shkak se e rrëfyen Krishtin, po për shkak se Krishti e majti fjalën dhe nuk i braktisi ata. Dhe Shpirti i Shenjtë ishte me ta. Për ta rrëfyer Krishtin edhe në momentin e fundit të jetës tyre, e për të hyrë në lavdi, ku i pret Krishti në gjykatën qiellore për të rrëfyer përpara Atit të Tij edhe angjëve të qiellit. A nuk është kjo e mrekullueshme? Nuk na jep kjo zemër. Jo ta besojmë Krishtin si shpëtimtar, por si Zotin ton. E ta rrëfejmë atë duke i ditur që ai është besnik, e zgjindet besnik gjithmonë. E do të na rrëfejë atë ditë përpara Atit të Tij, përpara angjëve të qiellit, që ne i përkasim atij. Amen? Le të lutemi. O Atë, falenderojmë për Krishtin, shpëtimtar. Mbi të gjitha të falenderojmë për Krishtin Zot, për Krishtin Mbret, për Krishtin flimin ton, por edhe priftin ton. Faleminderit për Shpirtin tënd Shenjtë, që jo vetëm që ne i hapi sytë na ndriçoi për ta parë Krishtin, e na vuni frikën ndaj tejet, por që qëndron me ne. E na jep fuqinë për ta dashur, për ta rrëfyer, për ta besuar Krishtin, e për të qëndruar me të deri në ditën e fundit, duke i ditur mirë, duke e besuar me gjithë zemër, që ai që nuk e braktisi Krishtin nuk do ta braktisë ne, ai Krisht që vdiq u ngjall për ne, do të jetë ai që do të na rrëfejë atë ditë përpara Atit dhe para angjëjve që janë në qiell. Atij i besojmë, atij lutemi, në emrin e Tij kërkojmë, e të falenderojmë. Amen.